Një dram e rënd familjare, tronditi komunitetin italian shqiptar në Itali pas vrasjes së Gentiana Hudrës, 45 vjeçares shqiptare, që u godit me thik nga ish bashkëshorti i saj Nikolaj Hudra, Mario, një nga dy fëmijët e çiftit, rrëfeu për mediat, momentet e para pas ngjarjes tragjike. Sipas tij, ishte takuar me babain për të ngrënë akullore, pak para se ky i fundit të vriste nënën. Shkova të ha akullore me babën, pastaj ai vrau mamin dhe ai në një deklaratë ka dhënë deklaratën paraprake djali i viktimës, i cili ka tronditur kështu edhe opinionin publik. Prokuroria ka urdhëruar autopsinë mbi trupin e viktimës dhe ka ngarkuar të pandeurin me rrethana të rënduese të lidhjes bashkëshortore para shikim dhe për egërsinë e veprës. Çifti kishin dy fëmijë, 21 dhe 23 vjeç, të cilët jetonin me nënën e tyre. Në ditët para tragjedisë nuk kishte sinjale për rrezik të menjëhershëm për sigurinë e saj. Sot pritet edhe konfirmimi i arrestimit dhe seancat e pyetjes së sigurisë përpara gjyqtarit të hetimeve paraprake.